thonë te miku im nga Amerika, në New York banon, gazetari Beqir Sina, besoj se. Po, një. Tha kishte mbesa tha frikë për me shku në shkollë përpara fitores Trumpit, sepse një djalë, shoku klasës, nesër ishte vesh me fustan. Dhe kjo kishte frikë që mund t'i nodhte njëjta gjë, pra të kthehej në çun, nga gocë kthehej çun. Këto historira mund duken fillimisht shu si fiction apo jo, se kështu na kanë thënë neve konspiracionistë, jemi njerëz që flasin budalliqe etj. Ndërkohë, këto janë ul këm kryq në Shqipëri tani, por prindrit nuk kanë kohë për me i lexuar tekstet e fëmijëve. Unë do i ftoja që t'i lexonin, të jenë shumë aktiv te bordet e shkollave, sepse aty bëhet betejë e parë, dhe unë gjykoj që na duhet i aleancë qytetare, por gjë tjetër nuk ka ngel. Ja me këtu do doja të fokusoheshim tash në pjesën e fundit. Ti përmende bordet e shkollave. Po. Bordet e shkollave vërtet nuk kanë shumë fuqi, por nuk edhe fare pa fuqi, sepse tek pedagogu, tek mësuesi, tek drejtori i shkollës mund të ndikojnë. Patjetër. Dhe tek e fundit, nëse ti je solidar me tjetrin, me prindin tjetër, pavarësisht se nuk ta jep ligji, ti mund të bësh protestë, ta detyrosh drejtorin e shkollës tiki. Shumë saktë. Ti mund të kërkosh që ligji të parashikojë që ti të zgjedhësh me vot drejtorin e drejtorisë rajonale arsimore të rrethit ku ti jeton. Patjetër.